Aida Shtino rrëfen historinë e pazakontë. Familja e qante në Varin Bosh e gjetën pas 11 vitesh. Aida Shtino u bë gazetarja e dashur për shqiptarët me emisionin e saj. E ftuar në një emision televiziv tregon një rast rrallë se si gjetën një person të zhdukur, të cilin familja e konsideronte të vdekur prej 11 vitesh. Aida Shtino tha se ngjarja ka ndodhur në fillimet e emisionit investigativ dhe se gjetja e të zhdukurit prej 11 vitesh i dha shtysë të vazhdonte emisionin e saj për të gjetur njerëz të humbur. Javën e parë të emisionit kemi gjetur një person pas 11 vjetësh. Personi ishte nga Maqellara e Dibrës. Familja e kërkonte për 11 vite për arsye se nuk kishin marrë asnjë informacion, kishin ndërtuar një varr imagjinar ku shkonin e qanin. Xhaxhi i tij kishte parë emisionin tim që kishte rreth 1 apo 2 javë që kishte nisur. Vjen në emision për të gjetur nipin. Ndërkohë unë i çoj foton dhe të dhënat e personit të zhdukur emisionit analog në Greqi. Ata e publikuan dhe çuditërisht një ditë më bie telefoni personal dhe më thot jam filani. Unë mendova se dikush po tallej dhe i thash të më marr pas 10 minutash. E verifikova dhe unë konfirmova se ishte ai personi që familja kërkonte prej 11 vitesh, tregoi Shtino.